225 nxënës nga 18 shkolla dhe qytete të Shqipërisë, si pjesë e programit Kompanitë e Nxënësve të Junior Achievement of Albania, prezantuan në pedonalen e Shkodrës 45 kompani të krijuara nga vetë ata, pas një udhëtimi disa mujor në zbatimin e këtij moduli me zgjedhje në shkollat e tyre. Ky aktivitet tashmë një traditë e Junior Achievement of Albania prej 14 vitesh, u ofron të rinjve një mundësi unike për të zhvilluar aftësi sipërmarrëse dhe për të përgatitur për tregun e punës. Përmes këtij programi, ata përfshihen në procese praktike si menaxhimi financiar, krijimi i ideve inovative, puna në grup, marrja e vendimeve dhe drejtimi i suksesshëm i një kompanie. Festivali rajonal i kompanive të nxënësve organizohet fal mbështetjes strategjike të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, me partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Bashkinë Shkodër dhe mbështetjen financiare të Tirana Bank. Risi këtë vit është përfshirja e arsimit profesional dhe më shumë shkolla që kanë përzgjedhur modulet e Junior Achievement of Albania, një iniciativë e suportuar nga Fondacioni Amerikan për Zhvillim AADF dhe mbështetur nga Tirana Bank. Sot në këtë festival kemi më shumë se sa 230 nxënës nga shkollat e mesme të përgjithshme dhe profesionale dhe më shumë se sa 45 kompani të krijuara nga vetë ata. Këto kompani krijohen në finalizim të përzgjedhjes së modulit Kompania e Nxënësve, i cili është një modul që është në kurrikulën me zgjedhje. Kam filluar në projektet e edukimit për sipërmarrjen që në vitin 2013, pra 13 vjet bëjnë këtë vit që punojmë me projektet e sipërmarrjes me Junior Achievement. Në fillim na duhej kohë t'i shpjegonim nxënësve çfarë është Junior Achievement, çfarë është sipërmarrja dhe t'i bënim ata që kishin dëshirë. Sot ata tashmë e dinë. Junior është një organizatë shumë e njohur në Shqipëri në fushën e edukimit për sipërmarrjen. Nxënësit vetë janë të interesuar dhe vetë kërkojnë sot nga viti në vit të angazhohen gjithmonë më shumë në këto projekte. Nxënësit sot janë më të edukuar nga puna që është për vit mbas viti dhe sot fillohet me inovacion teknologjik. Kemi biznese eco-friendly, kemi biznese të fushave të ndryshme që janë në përshtatje me kohën dhe janë shumë bashkohore, pra si që zhvillohet shoqëria dhe si që zhvillohet biznesi në tërësi për të mëdhenj, në këtë përshtatje ecin edhe projektet e nxënësve. Na vim nga shkolla austriake Shkodër dhe përfaqësojmë projektin Lasloop. Lasloop është një platformë online i cili mundëson menaxhimin e produkteve që janë offer datës kadencës, duke krijuar një aplikacion që është i përshtatshëm edhe për bizneset ku mund të hedhin produktet që i kanë offers kadencës, pra edhe i vendosin 1% ulje në bazë ditëve të skadencës, edhe vetë për klientin ku mund të shikojë këto produktet dhe gjithashtu mund të bëjë disa oferta, për shembull me anën e inteligjencës artificiale, ku klienti përfaqëson atë që ka nevojë dhe i tregon gjitha ofertat. Ne vim nga shkolla gjimnazi Said Najdeni Peshkopi Dibër. Së bashku me grupin tim kemi ndërtuar një lloj boje, e cila ka si bazë një medium akrilik, i cili siguron qëndrueshmëri dhe strukturës së saj, ku më e veçantë është prania e pigmentit fluoreshent, i cili na krijon një efekt spektakolar në on. Në prani të driteve UV, pra kjo bojë thith energjinë e saj dhe emeton dritë të dukshme përmes fotoneve të dritës. Kjo lloj boje përdoret në projekte shkollore, në dizajne, në art, duke treguar kështu rëndësinë e estetikës. Por gjithashtu një veçanti e saj është fakti se ne kemi bërë një kombinim të jashtëzakonshëm edhe me shkencë, pra me kimi dhe biologjinë, pra konkretisht, pasi kjo lloj boje ka një impakt të drejtë për drejtë në vigjilencën, përqendrimin dhe ritmet biologjike të trupit. Gjithashtu, ndikon dhe në rritjen e nivelit të hormoneve të tilla si serotonina dhe dopamina, hormonet e energjisë dhe të humorit. Ne duhet të fitojmë, mendoj unë, arsyeja primare është se kemi krijuar një eksperiencë tepër inovatore lidhje me bashkimin e dy elementeve, të dy lëndëve të cilat kanë parime të ndryshme, artit dhe kimisë. Ne jemi nga shkolla Said Najdeni, gjimnazi Said Najdeni dhe emri i kompanisë tonë është Iris. Kemi zgjedhur pikërisht emër të kompanisë për shkak se kompania jon nga një mit i lashtë thot
Iris është mbretëresha e ngjyrave. Ne kemi krijuar bojën e printerit ekologjike nëpërmjet gjetëve, nëpërmjet një procesi shumë të gjatë filtrimi dhe gjithashtu kartë vizita që ne kemi krijuar për kompaninë tonë janë printuar me bojën Iris. Vim nga shkolla Hamdi Boshati, shkolla profesionale në Shkodër. Ideja jonë konsiston në krijimin e një ure lidhëse midis rezidencave, domethënë qendrave rezidenciale në Shkodër fillimisht, pastaj në Shqipëri, domethënë një ure lidhëse mes banorëve edhe profesionistëve të lirë. Domethënë të lidhim me këto dy domethënë profesionistët e lirë, thjesht kryejnë shërbimin e tyre në banorët dhe ne jena ure lidhëse për këtë pjesë. Ideja është në fazën e krijimit, domethënë e kena zbuluar si ide duke pasur se ka një mungesë tepër të madhe në treg, sepse si kjo kompani e tillë është vetëm një në Shqipëri, edhe kemi menduar se ajo një kompani që është nuk mund ta molojnë gjithë tregun. Ne vim nga shkolla Naim Frashëri i Durrësit dhe përfaqësojmë kompaninë J-Vision, e cila ka ardhur J-Vision nga J-ja, e cila është klasa jonë e 10-a J, vizioni i J-s. Ne kemi paraqitur lodra ekologjike dhe edukative për historinë shqiptare dhe kulturën shqiptare me figura historike për të edukuar brezat e rinj për historinë shqiptare. Këtu kemi lodra dhe bloqe për të ndërtuar figurat e ndryshme. Ne vim nga Instituti Harry Fools, përfaqësojmë një kompani që bën produkte IoT, kompania jonë quhet Nest, dhe ky produkt quhet Remindy, është një derë smart, e cila nuk të lejon që të dalësh nga shtëpia pa marrë çelësat me vete. Pra, në momentin që ti je duke dalë nga shtëpia dhe sensori që është në kornizat e derës nuk detekton çelësin, atëherë dera nuk mbyllet. Në këtë mënyrë ti shkon brenda, mund të kenë një ftim dhe në aplikacion dhe mund të shikosh në cilën zonë të shtëpisë ke lënë çelësat. I merr, mbyll derën edhe del nga shtëpia duke e lënë në mënyrë të sigurt. Vim nga Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë dhe përfaqëson kompaninë tonë e cila quhet KikiBag. KikiBag është një risi e re në jetën tonë, është një çantë inovative dhe më e bukur e kësaj çante është se është çantë modulare, pra xhepat shkëputen nga njëra tjetra. Siç mund të shikojmë dhe tek figura më poshtë, kemi një çantë për fotograf, e cila mund të shkëputen xhepat. Pra është në varësi çdo xhep, në varësi të profesionit tënd. Unë vi nga Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë. Ky është biznesi im, i cili quhet Mias Bags Accessories. Unë kam 12 vite me këtë pasion. Ka lindur që në moshën time 5 vjeç. Janë gjitha të punuar me dorë me ruaza. Krijoj çanta, byzylyqe, varse, unaza, vallë, shumë aksesorë të ndryshëm, si dhe mbajtje bizhuterish. Ne vim nga shkolla austriake dhe kompania jonë ka emrin SafeRoute. Atëherë SafeRoute është një aplikacion navigimi që ka si prioritet edhe qëllim që me siguru edhe me bë lëvizjen e grave më të sigurt. Ndryshe nga aplikacionet e tjera që kanë si prioritet shpejtësinë, ne kemi prioritet sigurinë, të cilat bazohen në disa kritere ndryshme, siç janë për shembull historia e krimeve në rrugë ose kriminaliteti, drejtimi ose edhe raportimet e përdoruesve ndryshëm. Gjithashtu ne kemi edhe disa features sa shtesë, siç janë fake call, butoni SOS që merr direkt policinë telefon në rast të emergjence, edhe gjithashtu edhe ndarja e lokacionit me njerëz besueshëm. Pra si, në përgjithësi, ne kena si qëllim me rritë sigurinë publike dhe me përfuqizu gratë. Ne vim nga Shkolla Profesionale Elbasan me kompaninë SHPE Club. Ne kemi vendosur të japim zgjidhje një problemi që është shumë i nënvlerësuar në Shqipëri. Ky problem është ndihma e njerëzve me aftësi ndryshe, si dhe ndihma e fëmijëve me aftësi ndryshe në komunikim. Ne kemi dhënë zgjidhje me një shkop inteligjent, një palësyse inteligjente, si dhe një platformë AC. Shkopi inteligjent ndihmon personat e verbër të shmangin nga tresat që kanë dhe syzet i ndihmojnë të jenë më të koshient pra ku po shkojnë dhe jenë më të sigurt, përgjithësi duke ecur.
Atëherë ne vim nga Shkolla Teknike Ekonomike. Plug & Go është një kompani eco-friendly, e cila përmban në karikusët për makinat elektrike. Ne kemi ardhur me këtë ide për faktin sepse kostot e makinave elektrike janë investim i lartë dhe i shtrenjtë, por të paktën është investim që zgjat për një kohë shumë të gjatë. Dhe duke ardhur me këtë risi, ne vim me idenë që gjetbërimi ja vlen dhe vim me një kosto shumë të ullët për çdo çmim që do paguhet tek makinat tona. Përveç asaj vim me 2 karikus të ndryshëm që është slow charger dhe fast charger në bazë të vlerës monetare që personi do që të shpenzoj. Dhe përveç asaj jemi një shërbim 24/7 dhe përdorim dhe pagesa cash dhe kart, për faktin sepse në Shqipëri pagesa cash është më e shtuar se sa në vendet të tjera, dhe pse jo ne të kemi një bankomat të vogël aty anë që të përmbaj pagesën cash. Ne vim nga qyteti i Peshkopis në gjimnazin Sejid Najdeni dhe përfaqësojmë kompaninë tonë e cila quhet Safe Byte. Kompania jonë ka të bëjë me një problem që na prek të gjithëve në përditshmëri, sepse ne të gjithë në ditët tona konsumojmë ushqime që në fakt ne nuk e dim fare nëse ka filluar prishja ose janë komplet të prishura. Me shpikjen tonë që është një letër inovative, pra që do të thotë që është miqësore për mjedisin, ne arrim që ta detektojmë nëse ushqimi ka filluar të prishet në bazë të pH-it që ka ushqim. Në këtë mënyrë ne edhe kuptojmë se çfarë pH-i kanë ushqimet që ne konsumojmë, sepse ato lidhen drejt për drejt me shëndetin tonë. Gjithashtu edhe kuptojmë nëse ato janë të sigurta për të konsumuar ose duhen të hidhen në plehra. Vim nga Shkolla Profesionale Elbasan dhe ky është SHPE Robotics. Kemi një makinë e cila mund të përdoret në dyqane ose në supermarkete, të cilat mat cilësitetin e ajrit, temperaturën dhe nivelin e lagështisë. Ky informacion transmetohet në një website i integruar me një AI chatbot i cili ju jep këshilla për shëndetin dhe si mund ju të rregulloni cilësitetin dhe temperaturën në një ambient. Ne vim nga Shkolla Shefqet Guzi, Gramsh, dhe ne kemi një kompani e cila quhet Tradwares. E cila është e bazuar në veshjet popullore nga vende të ndryshme, po në Shqipëri. Pra ne kemi promovimin dhe shitjen e rrobave nga faqja jonë e website-it, po gjithashtu dhe në Instagram ku ne postojmë edhe, postojmë video të trendit edhe, kapim trendin në momentit. Ne vim nga Shkolla Profesionale Elbasanit dhe po prezantojmë këtë projektin tonë dollape inteligjent. Ne gjithë bojmë përësi online, me cila mëresh me korrierën, do i qikneve, do të resh në orare caktume, vendet caktume, edhe dollapi jonë është i cilet që korrieri vjen, merë atë përësin tuaj dhe lente dollapet tona. Edhe ju si klient, vjen të dollapet tona, edhe me atë kodin se ju vjen të telefoni, mund ta merrni përësin tuaj kur ta doni, kur t'jeni i lirë, që ne japim kursim kohë më shumë, që plus kemi dhe ide për këtë dollapet për turistat më shumë, që vinë turistat, vinë me valigje, me robe, me sendet personale, edhe nuk ishën do të lirshëm. Edhe këtu është ideja jonë që mund me tarif vogël ditore ose për orar, e linë sendet personale të dollapet, edhe shëtisëm më lirshëm. Ne vim nga Shkolla Refoods, kompania që ne prezantojmë është Toyzeko. Qëllimi i kësaj kompanisë është që të ndihmojnë në pastrimin e ujrave të ndotura nga karburantet, derivatet e saj dhe vajrat. Produkti që ne kemi prodhuar në fakt është nga floku i njeriut, pasi floku i njeriut ka vetin që është poroze dhe është hidrofile, që të thithi më mirë për pastrimin e vajrave, thirr deri në 7 herë peshën e vet në vaj. Pra kemi bërë një demonstrim të vogël këtu. Kujtoni që si që shikoni
Një nga këto, siç tha mund thithë shtatë është në vetë, bën më të mirën për të marrë vaj nga uji. Në fund ky produkt, nga që është 100% natyral, nuk shkakton asnjë problem, pra mund të hidhet në kosh, mund të hidhet nëpër vende që të trajtimit të posaçëm dhe është një zgjidhje e mirë për një problem që ndodh në ekosistem. Ne vim nga shkolla Havzinila Kukës dhe përfaqësojmë kompaninë Sweet Surprise, e cila merret me personalizimin e dhuratave për persona të cilat nuk mund të kenë kohë. Dhe i rregullojnë sipas personave, sipas rasteve, pra ditëlindje, përvjetore e tjera. Ne vim nga shkolla Said Najdeni, nga Peshkopia, dhe emri kompanisë tonë është Active Life. Active Life është një program në të cilin çdo kush ku pavarësisht se targeti kryesor janë të rinjt, pra mosha adoleshente, mund të futet çdo kush. Programi është shqip dhe brenda tij janë të futura shumë faqe të tjera, pra ju nuk keni nevojë që të shkarkoni me qindra aplikacione, por mund të shkarkoni thjesht Active Life dhe ju i keni të gjitha aty brenda, si për mirëqenien tuaj fizike edhe për atë mendore. Ne përfaqësojmë kompaninë Aquastrike dhe vim nga Gjimnazi Said Najdeni i Peshkopisë. Kjo kompani simbolizon një sistem të thjeshtë filtrimi që filtron ujin e dushit pasi kemi bërë dush për ta përdorur përsëri atë disa herë. Le të imagjinojmë se sa ujë harxhon një familje çdo muaj thjesht nga dushi. Tani le ta imagjinojmë përsëri, sipas një instalimi kaq të thjeshtë, ne mund të kursejmë gati gjysmën e sasisë monetare për vetëm një muaj. Kjo përfaqësohet nga një depozita ku kalon uji, ai pastaj pasi të bëjmë dushin, një depozit tjetër e vogël të mbaj ujin e papastër. Fill pas asaj kemi instaluar një filtr dhe pompa do të bëjë të mundur të tërheqjen e ujit nga depozita për ta rikthyer përsëri atë në depozitën fillestare dhe për ta përdorur ujin përsëri. Unë vi nga Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë edhe përfaqësoj kompaninë BinQuest. Kompania BinQuest është një kompani e cila ka një sistem inteligjent riciklimi që synon të ndryshojë mënyrën se si të rinj ndërveprojnë me mbetin. BinQuesti shpërblen të rinj për çdo shishe plastike dhe çdo kanaçe që ata hedhin. Ky sistemi motivon ata që të krijojnë një sjellje afatgjatë edhe të ndryshojnë mënyrën se si ata veprojnë me mbetjen long term. Ne vim nga Shkolla Teknike Ekonomike në Tiranë dhe kompania që ne përfaqësojmë quhet Incredible Albania. Kemi ardhur me produktin i cili quhet gjyshi. Gjyshi është një produkt tradicional i cili ka për qëllim të zëvendësojë apo të marrë emrin e çdo gjëje tradicionale shqiptare, pra duke parë rritjen e turistëve dhe rritjen e diasporës shqiptare, rritjen e numrave të huajve që po na vizitojnë dhe vinë na pyesin që ku mund blej diçka për ta çuar prapë në vendin tim dhe nuk gjejnë asgjë, gjejnë ndoshta ndonjë produkt ushqimor apo diçka që është shumë e rëndë apo jo komode me cilën mund të udhtosh dhe për këtë hyn punë gjyshi, i cili është një kukull tradicionale me kostume nga krahina të ndryshme që ka për qëllim pikërisht të japi ngrohtësi blerësit, ashtu si dhe ngrohtësi një fëmije që nuk rritet në Shqipëri. Ne vim nga Shkolla Said Najdeni dhe kompania që ne kemi zgjedhur për të përfaqësuar në këtë aktivitet quhet Certis, për ta prezantuar paksa. Certis është një ide që ne si grupe mendojmë tërësisht revolucionare, kryesisht për trekun e sotëm, duke qenë se synon të zgjidhë një ndër problemet më madhore, që është mossiguria dhe mos transparenca në treg. Është vërtet që kjo ide është munduar që të realizohet edhe nga shumë kompani tjera, por kompania jonë është arrirë se këto kompani në shumë aspekte, duke qenë se ajo gjithashtu përveç se siguron transparencë, siguron stimulim të blerësit, por gjithashtu edhe të shitësit, siguron mbrojtje mjedisore e kështu me radhë. Vim nga Shkolla Said Najdeni, përfaqësojmë kompaninë Brainstormers. Kjo kompani ka krijuar bora ekologjike me anë të perimeve dhe frutave. Qëllimi jonë kryesor është të mbrojmë planetin nga borat e dëmshme. Ne vim nga Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë. Kompania jonë është një kompani e cila do të riciklojë sa më shumë pjesën e plastikës dhe të mbrojë mjedisin tonë. Ajo nëpërmjet të riciklimit të plastikës do
do përfitoj pikë dhe këto pikë neve do t'i shpenzojmë në për marketet partnere për ulje të ushqimeve dhe blerjeve që neve mund të kryejmë. Gjithashtu, të ardhurat që neve do të kemi nga kjo biznes, dëshirojmë që të shkojnë për bamirësi dhe të ndihmojmë sa më shumë njerëz në nevojë. Ne jemi kompania Braids, është një kompani e cila synon të realizojë produkte inovative me stil, bukuri dhe klasë. Misioni ynë është të krijojmë produkte cilësore me stil, duke krijuar gjithashtu një ide inovatore për mjedisin, ndërsa vizioni ynë është të bëjmë një rrjet shumë të gjerë në Shqipëri, duke bërë një produkte sa më unike, kreative. Por Braids nuk është vetëm një kompani, është një ide inovatore, kreative, unike dhe me plot dinjitet. Ne jemi nga Shkolla Teknike Ekonomike në Tiranë dhe kompania jonë VR Economy është një platformë edukative që përmban ambiente virtuale për zhvillimin e praktikës ekonomike. Qëllimi i biznesit tonë është të eliminojmë probleme që ka praktika, siç është kostoja ose koha, dhe jo gjithmonë bizneset janë të hapura për nxënësit, dhe ne duam që të bëjmë të mundur që praktika të zhvillohet që në klasë nëpërmjet syzeve VR. Problemet ose gabimet ekonomike nuk kanë peshë financiare dhe kjo bën që nxënësit të aktivizohen më shumë, të jenë më të lirë dhe më të sigurt në praktikën ekonomike. Ne jemi shkolla Peter Maringer Shkodër. Ideja jonë quhet Fluxion AI. Qëllimi i kompanisë tonë është që proceset që janë manuale të automatizohen, duke kursyer kohë dhe duke rritur efikasitetin e bizneseve kryesisht real estate, por jo vetëm. Ne vim nga shkolla profesionale Elbasan, kompania që ne përfaqësojmë quhet Gridcore. Ne mendojmë që do fitojmë se bota po shkon rreth teknologjisë dhe Chelsea, qytetit tonë që është kalaja e Elbasanit, ne po ta bëjmë më inteligjente. I kemi e furnizojmë energji me panel diellor, kemi rrugën që ndizet kur është natë, kemi edhe kosh inteligjent, i cili është prototip, që nga njëra anë vendosen materiale të riciklueshme dhe nga ana tjetër ato që nuk janë të riciklueshme. Ne vim nga Gjimnazi Fiqëritine Maqellar dhe përfaqësojmë kompaninë e Amblasops. Krijimi i kësaj kompanie dhe këtyre produkteve na kupton se rëndësia më e madhe e njerëzve është për eduktimin e ndotjes dhe kujdesi më të veçantë për lëkurën. Gjithashtu kjo kompani na thekson se mund të kthejmë metodat ekologjike, gjithashtu edhe metodat tradicionale. Vim nga shkolla Said Najdeni dhe përfaqësojmë kompaninë Art Fruit. Është një kompani e cila përbëhet nga 5 anëtarët tonë të grupit tonë dhe ku ne kemi marrë produktin të bërë nga bioplastika. Bioplastika është një produkt që është inovator edhe është ekologjik për mjedisi. Ai ndihmon shumë që mjedisi të jetë sa më i pastër. Kemi bërë si zëvendësues të plastikës që është e krijuar nga nafta. Pra kjo është një produkt që është krijuar nga glicerili, acidi edhe uji. Edhe një shteja. Vim nga Gjimnazi ose Kuka në Shkodër. Kompania ose biznesi jonë quhet EcoFire. Pra, me këtë biznes ne synojmë me anë të llumit të kafes me prodhu energji. Do të thotë energji për shembull me anë të peletave, me anë e tjerë. Pra energji për djegje, për ngrohje. Përshëndetje nga Shkolla Profesionale Teknike Korç. Shkolla jonë ka prezantuar projektin në Shkodër tashmë. Është një platformë në të cilën ne kemi krijuar një platformë, një website më saktë, në të cilën ne shërbejmë si udhërofyes për turistët që vizitojnë qarkun e Korçës. Është funksional dhe ne tashmë kemi shitur atë në qarkun e Korçës dhe dëshirojmë që të ndajemi në të gjithë Shqipërinë. Dhe pse jo dhe në qarqet e tjera. Ne vim nga qyteti i Lezhës, te Shkolla Profesionale Kolin Gjoka, viti 3. Kompania jonë, shoqëria e nxënësve, quhet Handmade Luna Craft, që kemi përfaqësuar me produkte 100% handmade, të realizuar me roaza dhe penj. Bëjmë produkte të personalizuara sipas dëshirës së klientit, duke filluar nga ruzaret, që i përdoren për të vendosur në makinë ose në vende të tjera për zbukurim, byzylyk për fëmijë me ngjyra të ndryshme, grama të ndryshme, realizojmë varse dhe phone charms që përdoren për të vendosur telefoni. Ne vim nga Gjimnazia Avxhenila Kukës, ne përfaqësojmë kompaninë Healthy Corner.
Healthy Corner është një kompani ushqimesh të shëndetshme, të cilat prodhojnë produkte bio, natyrale dhe mix produktesh, por janë të gjitha të shëndetshme. Si për shembull kemi smoothie të ndryshëm që janë me fruta të ndryshëm, kemi smoothie detox për shembull që është me mollë jeshile dhe me limon. Kemi pas edhe shotën vaj ulliri dhe me limon që janë shëndetshme edhe për ato që sidomos ato që kanë probleme ose sëmundje. Pashtu kemi edhe bukën me Philadelphia dhe me pomodori. Ne vim nga shkolla austriake në Shkodër dhe kompania jonë është një platformë digjitale për praktikën e arteve kreative dhe për veprimtari që ju do të doshit të ishit më të zhvilluar për karakterin tënd. Kompania jonë është një website në të cilin e ndihmojmë studentët shqiptarë dhe kryesisht maturantët për të shkëmbyer shënime me njëri tjetrin dhe për të patur një studim sa më efikas. Ne vim nga shkolla teknike Korç profesionale dhe kemi erdhur me këtë tavolinë që është me sensor dritash dhe këtu janë përfshirë 3 drejtime të ndryshme: hidraulik, mekanik dhe elektrik. Kemi bërë një tavolinë me sensor, e cila në momentin që ne e prekim ato ndizën, edhe kemi erdhur këtu që të fitojmë dhe të kualifikohemi për këtë tavolinë, kemi punuar shumë fort për këtë dhe shpresojmë më të mirën për grupin tonë. Ne vim nga shkolla gjimnazi Sherif Hoxha dhe përfaqësojmë Next Gen, e cila është një kompani me ide inovative, e cila ka të bëjë me promovimin e turizmit në mënyrë digjitale, pra jo vetëm në mënyrë reale, por edhe digjitale. Përmes kësaj platforme, pra kemi krijuar një platformë North Travel Guide, e cila ofrohet në web app, web page, gjithashtu në guide reale dhe akses në paketën premium. Ne kemi menduar këtë pasi në Malsinë e Madhe ne kemi hasur një problem. Informacioni për turizmin në Malsinë e Madhe është shumë i pak. Në këtë mënyrë kemi menduar që të ofrojmë North Travel në një informacion të strukturuar për të ndihmuar turistat ndërkombëtar, kombëtar e tjerë. Ne vim nga shkolla profesionale teknike Korç, edhe vim me një produkt i cili është një kalendar dhe mund ta bëjmë sipas dëshirave të klientit, siç e do klienti vetë. Përshëndetje, unë jam Mirë Saramçi, nxënës nga gjimnazi Sherif Hoxha Koplik. Ne jemi nxënës të vitit të dytë, klasa 11B dhe kompania jonë quhet Woven Light, ndryshe dritë e ëndër, përfaqësojmë traditën duke munduar të ndërthurim me moderne dhe të sjellim punime sa më të bukura dhe reale pranë klientëve tanë. Mendoj se duhet fitojmë për shkak se po shohim se çdo ditë më shumë pjesa e traditës po lihet pas krave dhe po fillon të zbet dhe mendojmë se duhet të jetë në qendër të vëmendjes dhe pse jo këto punime të ringjallin edhe dëshirën e të rinjve për të punuar sa më shumë punëdore. Të gjithë nxënësit në fund të aktivitetit u pajisën me certifikata nga Junior Achievement of Albania.